Edhe pse mbrëm fjeta me flokë të lagura, sërish në mëngjes ato nuk ishin si shkurrë sepse prej 2 vitesh un kam rutinën më të mirë të flokëve. Para se të bëj ondet me pjastrën e GHD-s, do ta mbroj flokun me maskën Livin të Ada Herbs. Kjo është gjendja e flokut në mëngjes me pak lagështi, por super i butë. Të jem e sinqert, nuk e kam marrë dorën plotësisht pjastrës së re së GHD-s që pas humbjes së Dysonit me pushime, por duhet ta shihni videon deri në fund për të parë se si do dalin ondet e mia. Ndryshimi që kam vënë re nga ondet e Dysonit dhe ondet që bëj me këtë pjastrën e GHD-s është që mbajnë më shumë me pjastrën e GHD-s 100% dhe unë nuk përdor asnjë produkt fiksues. I kap sesion më sesion dhe jo çdo onde ndela që bukur, por duhet i besoni procesit. Edhe vetë u surprizova këtu. Do vazhdoj çdo pjesë të flokut të bëj të njëjtën mënyrë dhe të njëjtën metodë që kam mësuar deri tani. Pas përfundimit i hapim të gjitha ondet një nga një dhe kur ju them që dolën aq të bukura, unë nuk kam fjalë. Rregulloj pak baluke. Momenti glorioz kur këto onde krihen nuk ka të paguar dhe thjesht adhuroj punën 2 vjeçare që kam bërë me flokët dhe sigurisht produktet e Ada Herbs. Janë të buta, të shkrihta, të shëndetshme, nuk kam fjalë. Kaloni tek part 2 për të parë veshjen që shkojnë me këto flokë të mëndafshta.